Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kasimin në episodin e radhës në podcast. Këtë episodi kemi dy mysafire shumë të këndshme. Zonjën Mirlinda Luka dhe siç po e shihni qanin e saj Lunën, që na ka zbukuru komplet ambientin. Faleminderit Mirlinda që gjetët kohë me ardhë. Faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur për këtë program që sa do pak me arrit me ngrit pak vetdijen për qenë, për gjithçka rreth qenëve. Faleminderit. Atëherë Mirlinda e patë e vështirë se pash që Luna pak e patë të siklet shumë ambientin e ri, po që tash u akomodu. A e ka të vështirë pjesëmarrjen në ambiente të panjohura? E ka pak se Luna fillimisht është qenë pandemie, o marrë fillim të pandemisë, edhe një kona kemi ndajt në Shqipëri në një vend pak ma të mbyllon, që nuk ka pas shumë njerëz, nuk ka vetura, do me thonë, kjo nuk është të mësu me shumë njerëz, nuk është të mësu me pas trafik, nuk është të mësu me pas këto, edhe vetëm sen tjetër është që shkon në daycare, kur jemi në punë, edhe i ka pak ma të limitume, edhe që ajo ka qenë prej fillimit, ka qenë shumë problem me nxirr posaçërisht me ambiente ku ka trafik, ku ka vetura, edhe ku ka shumë njerëz. Te spjegove shumë mirë, unë kur s'kom ditë me deshifru atë ngurtësinë e qenit tam, po dhe ajo është qeni pandemisë, kështu që kjo ka qelsi. Është që ajo është, jam shumë e sigurt se jam mësu me dalë kur s'ka njerëz. Jam mësu me dalë kur nuk ka zhurma. Do me thonë janë rrit në qatë par ambiente, edhe a ndryshimi që shokon edhe për neve, që na e na mësu me zhurma, që njerës pak ndështë apo e vrejnë, ndryshimi o konë këgja i madhë. Kjo e shoh për shembull kur jemi na në Shqipëri, edhe jemi te shtëpia jonë atje, kjo është nuk mërzitet për bashkë kur gjo. Kur vi këtu, për shembull unë e qoj shumë shpesh ose në Marigon ose diku ku ka vend për me ecë. Edhe kjo sillet krejt ndryshe. Kur e qes diku që ka trafik edhe ka shumë njerëz e pash sot në përshesh, pa ardhë këtu, bile mu duk vetja si kur ata prindrit me fëmijë që dalin që i thotë, hajde se ma more ftyrën. Edhe unë në zona vetin që ja volunes, etë se ma more ftyrën, s'me me të ngre. Sa e këndshme edhe sa e mirë është energjia kur flet me njerëz, si ti për shembull Mirlinda, pjesën e kujdesit edhe mirëqenies tyne. Nuk e hasim shumë shpesh te na që po dihet çdo herë, kështu që për një mend bëhet zemra mal kur ndëgjoj njerëz tillë që kanë kaq shumë empati, kaq shumë kujdes dhe mshuri edhe për katër putrosht. Atëherë Mirlinda, më dëshmë na tregu për sa i përket historisë tuaj, se si ka fillu historia me qenë, këtë fakt, po mendoj me Lunën. Po, që aty do është ta mu ndërlidh se një farë mënyre kjo dashuria jem për qenushat nuk ka nis kështu pse e posh në televizion edhe po duket i bukur edhe hajt ta marrë ose ta adaptoj ose edhe ta blej. Ka nis kështu si gradualisht, se une kom qenë një ndër njerëzit që jom frigu shumë prej qenve. Edhe gjithmonë mundona mi au tregu njerëzve këtë storje, se une do me thonë jam aj ndryshimi që mundet se cili me e bo. Nuk po thom se cili me marrë qenë, mirë kish qenë, po nuk thom që se cili duhet me pas një qenë, ndështë mu kujdesi une, gjithë qka është personale, vendimet janë personale. Po une kom qenë një ndër njerëzit që jam frigu shumë. Edhe ka fillu një herë me një shefe jemja i ka pas 2 qenë. Edhe aty ka fillu, se ajo filloj me mpyt mu, pse tu të shprej qenit? Atë ka kafshu, jo. Atë ka sulmu, jo. Edhe kur e pash vetën që nuk kisha një arsye racionale pse unë e tut në api qenit, nisa me mendu, thash, qka po ndodh? Ama veç po du më ndërpre, jam masë e sigur që kjo shefja s'ka qenë shqiptare. Jo, ajo s'ka qenë, jo. Ata se kuptojnë që natyrën tonë se pse frigohen me për tyne. Ajo në fakt ka qenë shumë e mirë kuptushme, po edhe do me thonë ma spjegoj kënë qëtë mënyrë. Pse? Qka të ka ndodhë? Edhe ajo pa të fillu, nga dal e bike qenin e vetë, e kish një labradoodle, po e kish edhe një qen që e kish adoptu pi
Timorit Lindor. Ka qenë në një mision, e ka gjetë një qenë që e ka shtyp makina, që e ka shkel vetura, edhe e ka adoptu. Do me thonë i kishte dyja. Edhe pastaj pas kësaj, qika e ogjës me mur një qenë, ajo ka bizhan, do me thonë aj kur ish i vogël, ish sa gjys kilogrami. Edhe unë në një moment tash prit veç pak, tash unë e du mu shkput krejt për familjes teme, se jam shumë e lidhne me ata, tash edhe mos me shku kur të ata, pse ata pas ka një qenë. Edhe aj, Poko, që unë e quj dashuria jeme e parë prej qenëve, Poko ka fillu me mbin që nuk ka dashni matë mirë, matë pastër, matë sinqert edhe ma pa kushte se qenëve. Do me thonë të aj e kom kuptu krejtat siguri atë ndjen të dashnis që ta jepin këta. Edhe pastaj ka fillu pandemia dhe unë e fillova gati me u shpërngull të ogja jem, edhe më tha në atë ko partneri jem, Artani, tha, po më duket ka ardhë koha edhe na me marrë një qenë, ose shko jetët e ogja. Edhe u vendos, fillimisht kom dasht me adaptu një trugës, po për shkak që isha pronar për herë të parë, nuk isha shumë e sigurt për karakteristikat, për qysh rritet, sa rritet. Në atë ko, pata bisedu me Vjosa Berishen, të ndjeren, e patim gjithë një qenë, po kemi qenë, kjo ka qenë, do me thonë problemi që nuk e dishim qysh mundet me sa rritet, se qeni ishi vogël, edhe sa nëse s'jam gabim, a i qenë është adaptu pastaj për një personit. Vjosa ka qenë shumë e mirë në këtë aspekt edhe ajo, edhe kështu që e kom pa vëllaun e Lunes, i cili është në Prizren, edhe është identik si Luna, Mario, edhe aty jom dashuru, nuk kom dit as që ka qenë race, që ka këtë race, do me thonë s'kom pas as një njohuri. Dhe që kom dit që kom shumë dashni për qenë, edhe që kom nevoj me pas një qenë. Edhe ashtu është marrë Luna. Histori shumë e bukër. Atëherë, Melinda, qysh i ka Luna raportet për shembull me meshkuj edhe me femra? A ka ma shumë afërsi ndaj meshkujve, ndaj femrave, se po dishin edhe me zgjidh qëtë pjesë? Po, Luna për shembull, unë e ushqej shumicën e kohës e nxjerri për shëtitje, po Luna muj me thonë, kur është në raport me Artanin, kjo thom nuk është qenë, është njeri. Se kjo do me thonë qmendet në basa ti. Do me thonë nëse aj nuk është 2-3 ditë në shpese, nga njëherë na bjen, unë jam Kosova, ajo Shqipni, ose aj në Kosovë, unë në Shqipëri, se na jemi mes dy vendeve për momentin. Kjo, kur e she ato, kjo, një gjysore kjo i leja ti, si kur mi thonë ku ke qenë, pëse s'ke qenë këtu. Raportin. Është tepër e dhonë me mbasa ti, po e sho edhe me qenë tjerë, me femna sillet ma ndryshe, ose jonë të dy palët pak ma agresive njona me tjetërën, me mashkuj ndryshe. Edhe kemi pas një foster, e kom pas një qenë, në Shqipërim patar të dera shpis, edhe pata strehu, e kom baj diku 3 muaj e gjys, tash është në Austri, e ka jetën ma të mirë se une. E kjo ka ndaj 3 muaj e gjys me atë qenushe, e kemi qujt pikaloshe, ose spoti, se ka qenë këshu me pika. Kjo 3 muaj e gjys ka ndaj një shpi, edhe kjo kur nuk ja ka afru asajna. Indiferente, egzistu. Kjo si ato zojat e Parizit, unë i thënë, do me thonë kjo është shtëpia jeme, edhe ju tjertë këtu nuk bëni pjesë, ju tjertë këtu nuk aden. Veç pjesë mars. Po. Edhe gjithë kohë se këshyrë kështu, do me thonë olke, edhe veç e këshyrë ke kështu si kur me një bish synit, aden, që e ty dashti këtu. Ama shumë e bukër. Sa herë, do me thonë pesha, nuk po më i mungop me bukurinë e saj. Tepër që nushe e bukër. Si cili e ka të bukurinë e vete. Po.
Po, Luna që nga shumë e veçantë. A kujdesesh Mirlinda për ushqim, apo a ka limite, a ka lloje të ushqimit që ti i veçan për ta, për mirëmbajtjen e lëkurës, mirëmbajtjen e shëndetit saj, suplemente këto tjera, se përshë që Luna shumë qenë i shëndetshëm. Luna pak e ka një problem prej kur është sterilizu, shton pesh shumë shpejt. Po edhe ka problemin tjetër se kjo është me trup pak ma e shkurt. Edhe do me thonë kjo 1 kilogram, 2 kilogram i hum, kjo duket mirë. 1 kilogram, 2 ma shumë, kjo duket kështu bullafishe, i thamune, duqe. Mundona me u kujdes, po fillimisht Luna e ka hongër një ushqim, që une nuk e kom di që është, tash po konsiderohet kështë jo shumë i shëndetshëm, jo. Do me thonë jo në këto si se dija mu imi përmenë se për shkak të reklamave, po kjo për atë ushqim vdes. Unë tash mundona me kokra, me ja përzi, me kokra që jonë pak ma të mira, ose pak ma të shëndetshme, ku e djone, mundona. Ka momente kur jap ndoj vitamin, për këto kam shumë kujdes për qajon këto për parazitat, brendshëm t'jashtë, vakcinat, mirëmbajtja, nga njëherë Lunën se ka këtë kohën kur lëshon qime shumë mundohemi me qeth pak, se do me thonë është pak e pa menagjushme, është shumë e vështirë. Po nuk jam edhe shumë ashtu, se thëmë fundit është, adin është, jo në aspektin që jo qene mundet me hongër gjithë shka, po nuk du me bo shumë të ndishme, që kjo pastaj musmu ose mos me mujt me jetu. Do me thonë se edhe për fëmijë edhe për njerëz, a ki po nëse je shumë i kujdesshëm ose nëse je shumë ashtu edhe ata bojnë edhe ma të ndishem. Me kriju një farë lloj imuniteti. Po. Mundona me qene kujdesshme, i ka ato vizitat e veterinari, do me thonë i ka që ato mundohem, po njëjtën kohë mundona edhe mos me harxhu shumë pare për ta, se mundona pak me edhe me ndimu me qente rrugës, e kom një zakon që nuk dal kur pa ushqim, qente. Shto dollëm të tema. Atëherë Mirlinda, a me ndënte se une shoh shumë njerës që kanë raca, unë nuk jam as pak kundër racave, të pas parasysh që 2 raca i kam në shpe. Po ka qenë njoni prej qenëve të mi i parë që mu më ka bo mi hapë sytë edhe me pa të mirën që kemi në rrugë të Kosovës. Po tash, nëjherë mendoj që me bili një qenë racë në një vend ku 50.000 qenë janë enda cak, është pak e absurde për ata që janë aware, janë të vedishëm. Veç a me ndën të që bjen qenë i juj edhe ty t'i shtë në ndjenjat edhe dhe mshurin, empatin për qentë e tjerë. Ishe ndryshe. Po, që aty do është ta me dalë që une për shambull e di edhe një send, e kom dëgjua anglisht, krejt janë raca, po janë raca të përzime edhe raca të pastra, me thonë. Do me thonë edhe ai qenë i rrugës, është kriju pi 2-3 racave. Do me thonë edhe ai është një lloj race. Edhe une nuk e kom pas këtë gja me Lunën, edhe bile me thonë drejten që tash që një 2-3 ditë jemi të bisedu me Artani se kemi një qenë në Shqipëri, i cili na ndjek në bas gjithë kohës, na ushqej me krejt, edhe do isha mja bo do foto për me ja u dërgu njerëzve se është tamon malsi që mundet me u adaptu. Jashtë normal, se në Kosovë nuk adaptojnë e dinte ato. As që provoj, asone. Se edhe presë që në bas një kohë ko me pa prapë në rrugë. Çdo herë është dëshprem kështu që... Po, aj bile po më thotë s'pi bëj foto se mos pe marim nata. Shprit një herë se i kemi disa punë, aden personale që duhem... Arta në merne. Edhe i thësha, prit pak, edhe tash, unë jam ajo që gjithmonë thëmë, ku që kisha marrë që qenë që... Edhe ajo është taj që më dalë mu me konë që ashtu, tash, o zot, tash, kom nisu në mu bo racionalja, e kjo adin emocionali. Po du me thonë që unë mundona shumë mu kujdes, po krejt kjo dashni, edhe krejt kjo empati mu ka kriju pi Lunës. Edhe une nuk e kisha pos hiq problem, nëse pi 1.500.000 që jetojmë në Kosovë, një 1 milion blejnë qenë, le të them kushtimisht, po tëna kishin nis me punu që shpunan ti, ose që shpunoj une,
ose me u kujdes për qend e rrugës që kujdesem na. Do me thonë, unë gjithmonë kom qef qend me u adaptu, me provu, po për shembull unë vetëm 6 muajt e fundit kom ndihmu me u adaptu 4 qenë. Do me thonë, ekskluzivisht që unë i kom ndihmu në Shqipëri edhe në Kosovë. Që është 4 qenë në 400, do shta është kur gjo, po 4 qenë për një personi është shumë. Po, do me thonë normal, jo veç unë e vetë, po me ndimen edhe të shoqatave. Unë e kom edhe një far qasja yll ka mundona me mbajt kontakte korekte me gjithë. Edhe pse ti e din kur merresh me qenë është shumë angazhim, shumë impenjim që dojnë Shqipëri. Edhe kur nuk iritona ose nuk nervozona nëse i shkruan dikujt e ta kthen keq ose se unë e di në çfarë ngarkese jona ata njerëz. Edhe mundona gjithmonë me i mbajt lidhjet që nesër kur të ka ndonjë rast, se unë veç vet nuk muj me bo kur gjo. Normal, po iniciativën me marrë, ajo është gjysma e punës. Ka qenë edhe një qenë tjetër, do me thonë në Shqipëri, po flasë, gjithë kohës unë shkojsha aty, ish ofër banisës teme, u shqejsha edhe kish turinin, original si Luna, po shumë i madhë me shtatë. Edhe unë sare shisha atë qenë, une më vike me qajtë. Sa i tonë kone që të ketë turit kështu, edhe si kur më këqyrë ke mua, din me ata sy, papi eyes. Edhe shkova unë mbas 1-2 muajve, kur po shkoj yll ka, ai kur erdhë në fillim, unë e thash ku ka zhyt me diçka. Ai krit ftyren, e krit qafen e vrame. Një herë mendova, thash mos ka luftu me ndonjë qenë, do me thonë krit plage ka pas. E kom pa këtë rast. A e ki pa? Une nuk e mbaj mend, e di që ndështë atash, kur ta qep ti këtë postim kanë me hi ata komentusit e përhershe me më shajt, e nuk besoj që kom kajt ndonjëherë një jetën teme, ma shumë, se nuk më isha me arrit me kuptu qka është ka ndollë. Do me thonë e shisha ata, mu do kësi plagë, mu do kësi e zhytne, ja shisha synin, u do që se ja kanë zjerë edhe synin, thësha qysh ka mujt me qenë luft mes qenëve, kur ky ish mbrojt. Edhe i kontaktova, është një par, e kom bonen pej, e kom edhe një bonen dërs, Kolibja e zemrës është një zonjë atje, i kontaktova njerë këto, a mundem indimu, edhe ato po më thojnë, jo fole me veterinar, edhe e vendosem që mi jap njerë antibiotik, edhe me provu mi aly me ndoni qajon këto, ja dhe ato sprejat e ndryshëm. Po e pashun e kalun 3-4 ditë dhe ati nuk i kalojke. Do me thonë, a i vesh këtë ju bo ma keq. Edhe në atë moment e kom kontaktu Aida prej Dandimishën, është një shoqat që punon shumë në Tiranë, kom kontakt me to dhe kom kontaktu ato dhe i kom thonë a mundesh me indimu. Qka me i bo? Në ndërko ka qeni angleze, me ardë prap të të hujt, ka qeni angleze me camper, që ka shëtit në përgjith Shqiprin, edhe aty në qeret ku jetoj une e pat bo si o pas stacionu. Edhe ajo, i dojke shumë atë grupin e qeretit, edhe më shkrujke gjithë kohës, a jonë mirë, edhe ja dërgova asaj, edhe i thash, ndoshta na duhet me mledh ndoni fond për ta, se kënë shërimi ti nuk ka me qenë shumë i letë. Edhe ajo pranoj me ndimu, me provu me ndimu, edhe Aida erdhë me njëherë, ka ardhë në ora 10 natës prej Tiranës, me e marë, edhe tash aj, Semi. Më falë që për ndërprej, a e lirojmë Lunën, edhe letjet e lirë, se po më vjen gjë na, këto e kjo, hajde Luna. Kjo Luna e ka edhe një sen tjetër, nuk ka shumë qith mu largu pimeje. Edhe unë edhe Luna, që 6-5 vjetë e gjys, unë edhe Luna nuk jemi nda vëtëm një natë. Do me thonë, unë e ku të shkoj e marr Lunën me veti. Edhe nëse aty ku unë du me shku nuk lejojnë qenë, unë nuk shkoj heq. Ndoshta jo krejt njerëz e kanë mundësin edhe dojnë mi a hek vetit, të them disa qefe kushtimisht, po une, kur e kom marrë Lunën, e kom dit, edhe prandaj kur du me marrë ndështa qenin e 2 ose 3, ose se për veti i kësha marrë edhe një 7-8 qen, isha bo si gjiri, shoqja jonë. Që e përshëndesim shumë. Edhe dojmë shumë. Po, unë edhe mendoj përgjithsin. Po, normal. Do me thonë, nuk është veç, edhe ka, normal, ka qenë, po Luna është edhe, ndështë kjo është pjesë e racës Lunës, që është pak ma
ka angth të ndarjes ose separation anxiety, Luna, hajde këtu. Edhe Luna nuk don me ndajt vetëm. Nuk don shumë njerëz, po edhe nuk don vetëm. Luna pas ka qëlluar familjen perfekte, me gjithë kujdesin që ka. Atëherë të kthehemi te historia e Qenushit, që ishim me normal gjithmonë me tujt që dalin ndim. Po edhe duhet edhe me cek që edhe tont. Ka, ti e din, ka shumë shoqata, ka shumë organizata, jena edhe na vetë që mundohem me atë fuqin që na e kemi, me ato mundësi financiare që shumë herë nuk po jonë, me ndimu, po në fund të ditës, edhe nëse ndonjëherë kom shku e kom marrë një qenë prej rrugës, e kom qunë një strejmore, dikush tjetër ka pas me ndimu, mendoj që ka qenë një pikë e vogël në ato që anin e madh. Zinxhir. Zinxhir. Edhe këtu, po tham, une do me thonë për me shpëtu semin, atë qenin e qeretit, nuk kom qenë veçone. Nuk ka qenë vetëm një njeri, po kanë qenë edhe ata, edhe Bona Pejes e Bona Dursi që i shujone, edhe Aida, edhe Sapphire, ajo goca angleze, do me thonë gjithë janë mbledh, që e kanë ndimu. Po, edhe kjo po është një farë ndjenje e keqe kur qenë që po janë të plagosën, të lëndum, të aksidentum, po ndimohen. Po në anën tjetër, për shembull, që ky qeni që unë po bisedoj me Artanin për me adaptu, Jack, e thirim na Jack, ai është tepër qeni mirë, po është i vogël edhe leshëm. Edhe 2 herë kanë provu me helmu. Do me thonë, një herë ka shpëtu një qënë aty që jeton, e ka qute veterinari, ka shpëtu, një herë ka shpëtu aj veten, po aj le shumë, edhe normal që aty është vend edhe turistik, edhe tash ata njerëz mendojnë edhe për biznesin e vetë, ka ndodhur kur kanë ardhur turista jonë largu se për shembull gjithë natën një qenë kale, kur pa u ndalë. Adin duhet me mendu pak edhe këtë anën tjetër të njerëzve, natyrisht dashnia për qenë e kritë këtu na pe kuptojmë, po edhe është ana tjetër e njerëzve. Dikush edhe tutet, pavarësisht sa une mundona me ja u spjegu njerëzve që që ku jam une, rasti i veçantë që jam tut, nuk kom mujt as me paramendu veten, tash une nuk muj me paramendu veten pa qenë. Po du me thonë që adin jonë kritë ante medaljes. Po une gjithmonë e thamë, nëse nuk mundesh mja jep, edhe le të themi kafsha ma e egër, zbutet prej dashnis. Nëse nuk mundesh mja jep pak dashni, mja jep do ushqim, t'lutem mos i lëndoni. T'lutem mos i dhunoni që po thojnë këta, po e përdorin tash këtë temë, veç mos i u bëni keq. Po me pak dashni, se për shembull që ky i njëjti qenë, kur është me mu, kur nuk le. Del çdo mëngjes nëse unë jam atje, dali me biciklet, vjen mbas meje, bojmë ndoshta 3-4 kilometra, 5 kilometra, ai vjen mbas meje, më përcjell si me qenë kështu bodyguard personal. E po du me thonë që unë s'kom boku me diçka për to, se unë atje jam një herë në 2-3 muaj, një herë, po ai e ka pa veç i kom dashni, që e përgdheli ka pak, do një herë i jep i ushqim, se edhe po bojnë edhe zhurme dhe kur po të shojnë që ju jep ushqim, se po mendojnë që nëse s'ju jep ushqim ata largohen, që unë mendoj është e kundërta, ata munden me u bo ma agresiv nëse jonë të rritur. Që të do është ta me dalë, Mirlinda, sa është e vështirë me qenë njeri human në vendin tonë? Është shumë e vështirë, edhe unë mendoj që këtu lunë në rol shumë të madhë kjo ngritja e vetdijes. Do me thonë, edhe na që kena qenë, na që mere me qenë, duhet nga një herë mos me u bo ashtu si agresiv në atë sensin mi u thonë krejtve, po pse qapi u bojnë, po pse, do me thonë me arrit me kuptu që na duhet me rrit vetdijen, duhet me ngrit vetdijen që jo krejt qenë jonë agresiv, që qeni agresiv bohet kur trajtohet me agresivitet, që si kur njerës, edhe ti ki njerës që jonë agresiv, ki njerës që dele vranë dikant, të me thonë ki njeri që shkone vranë grune vetë, me cilën ka bo fmi, tash a duhet mi vra krejt njerës ta? Une këtë qasje në mas, me bo diçka në mas, këto nuk e kom qef. Edhe me i trajtu krejt sendet njësaj. Te e din që shi trajtojnë gjithmonë pitbullat, a e ki po? Te na gjithmonë reagojnë njajtë për pitbull.
Jo, ky e han edhe pronarin e vet. Po jo bre, nuk e han edhe pronarin e vet. Ka shumë rëndësi që është trajtu. Ka shumë rëndësi që është, ambiente. Po, kjo duhet këtë generalizimin që të na e bojnë, duhet më ndalë njerëz me bo, edhe ato me i shajt njerëz, që kjo me qenë. Mu po vjen shumë keq që duna me e përmend, po këtu ty ardh, unë e kesh të jetës me lunen, edhe fatkeqësisht po vjen, po thon prap keq, njoni veç kur boni tha, që ljopa me qenë. Edhe unë veç ju ktheva thashur, no? Jo se po ata me ty tha me këtë shokun, thash, edhe ma mirë pithu shokut ljopa, adin, edhe vazhdova. Po kjo, për mu kjo është ngacmim. Ngacmim, po se po, edhe unë mendoj që është munges e edukatës, munges e leximit, munges e ngritjes si që ceket vedijes. Unë mendoj që kjo shtresë e njerëzve ka shumë punë me bo për veten e tyne. Ty janë nis prej startit, prej bazamentit, mos them prej abetarës, po prej shkollës fillore, këta njerëz duhen me fillu, nëse veç kanë mbri në moshë pjekurisë, duhen mu kthy për mu vedisu, se kanë mungesë të edukimet. Unë e mendoj që fillimisht duhet mu mësu mos me i gjyku, edhe mos me i paragjyku vendimet e të tjerëve. Nëse unë jam shpesh tash prej pandemis bëj shaka thom e rritur edhe e vaksinuar, është vendimi jemi çka unë du me bo me jetën teme. Do me thonë, nuk takon ty me më paragjyku ose me më gjyku pse ti kështu se pse ti ashtu. Kjo është e para. E dyta është që qend nuk e kemi thonë na, e thot gjithë bota e civilizume. Edhe pastaj kthehen pse na mu bo si Evropa, si qka po do në mu bo? Do me thonë, ku është problemi? Nëse une ndështa nuk e thom me zot nalt, që une kom qenë në një periudhë shumë të keqet jetës teme, kur luna më ka ndimu me kalu periudhë të pështirë, periudhë jo shumë të letë, ndështa edhe të një stresi, edhe të një ankthi, deri ndështa edhe në një depresion të letë, në një periudhë që luna më ka ndimu shumë me te i kalu. Edhe ato nuk e kom zbulu une ato e kom ledzu diku, edhe pastaj jom vërtetu, që qenit të ndimon, se të ndimon me po jetën pak ma ndryshe, të ndimon me hik vëmendjen prej sendeve vëtëm të këqia që ndolin dështa për teje e tjera. Ndimon me dalë necje, gjatë që na pritojmë, është mase e dukshme që pritojmë me dalë 2 herë në ditë, po janë këta që qesin të mbajnë në aktivitet të shëndetshëm, fizik, psiqik, të ecë, të bojësje të leta, gjata, të shkurta, po gjithsesi me qenë aktiv çdo herë. E mira është që kur ki qenë e kupton që qenin ndoshta nuk flet, po gjestet flasin për to. Për shembull, qëtash i kemi disa ndryshime në jetë dhe jemi të provu me mendu me vendos a doj me jetu këtu apo me shku në Shqipëri për shumë arsye. Edhe ka pas momente kur une vetë u kom qenë keq, edhe Luna e bën një veprim, nuk e dija e bojnë krejt qend, Luna vjen, kudo që jam une ulet, edhe ma kthen shpinden, edhe shtyhet shumë, do me thonë bëhet si kur ato batanijet që jonë stress relief, që ju thonë do jonë stres diçka batanije, i kom pa blankets në për reklama, edhe kjo ulet edhe rinë që aty. Do me thonë nuk leviz për disa minuta, deri sa më shetë që une po qona ose une po levizi. E që ajo më kalon me kuptu, e ka bo disa ere, nuk e kom ditë se pe ban, po e kom kuptu, kur e kom vrej që jam diçka ma e stresume, e kom vrej që e ban gjithmonë. Ose nëse kom hynë një dhomë, ku për shambull kom qene mërzit ne, ose ndështa dhe kom qajt, kjo tash, sa herë unë futem në atë dhomë, kjo gjithmonë vjen mbrapa meje, ose don me him renda, unë ka njerë hi me fol në telefon me dikon dhe se diqka, kjo shkon ja tash që është shtrija aty, kjo shkon edhe shtrijet kështu edhe mpret mu deri sa dal. Do me thonë i kam betë në memorjen e saj, e sa e këndshme, sa falenderu se do të me qenë kjo dhunti që kanë prej Zotit për me bo më të mirën e mundshme për njerëzimin, me ta hekat energjin,
të mërzitshme që e ki, me siguri këta e përthithin vetë, po veç se pronare me bo mundimi. A di sikur që thojnë, Zoti s'ka mujt me qenë gjithku, i ka qu nonat. Është një fartanje, diçka Zoti s'mundet me qenë gjithku, i qënë nonat me qenë aty, nonat, mamat, si do që i qujmë. Unë e mendoj që ka njëhere për raste na nuk mundemi gjithmonë me pas dikon afër që na hek stresin, e jeta është bo shumë stresuse, me gjithë shka që po ndodh rreth neve në botë, edhe mendoj që për ato na i ka qu qend. Edhe mendoj që prandaj qend jonë zbut, edhe kanë arrit me u bo, qa me ju thonë, shok të këti rrugtimit, shok të besushëm edhe shok të rrugtimit tonë në këtë jetë, në këtë botë pak sa tegër. Mirlinda, po afrohemi drejt fundit, edhe pse kisha dasht shumë ma shumë e zgjatë, se kur kam musafir, unë çdo herë në podcast kam musafir shumë të këndshëm. Çdo herë, s'mundem ne prej tyne me thonë që ky musafir pak e ma ndryshe. Se cili është ma i këndshëm se tjetri, se cili ka historit, se cili i ka këshillat, edhe jam shumë mirënjohëse ndaj secilit për juve. Kështu që s'kisha dash me përfundu me orë tona, po ja që na jemi në fund të minutave, e që Luna nuk po dënë me marë pjesë në fund. Luna, hajde këtu. Hajde. Shiko, hajde. Qa kom këtu, hajde. O, zë, qëfar ftyret bukër. Hajde shpit këtu, hajde. Hajde në zbukurana. Unë i thom Lunës, hajde të nanushi, po tutna me thonë hajde të nanushi se masakrojnë. Bashkë për kondrazi, hajde Luna të nanushi. Unë e nguci, hajde të nanushi, edhe kishim ka njerë kër i thom, po më vjen instinktivisht se, do me thonë, unë e di, nuk jam qaq ignorante, mos me di që kjo nuk o njeri, ose që kjo nuk o fmi, po më vjen vetë ju mi thonë, hajde qika jeme, adin me nguc. Hajde, në qka, Mirlinda, për ato komente të këqia, për kondrazi, mu më bojnë me vazhdu shumë ma shumë në këtë kauz, në këtë drejtim, se thëmë, jom falenderu se që nuk jom njejtë si ata. Edhe ajo, po, natyrisht, edhe une jom mundu një kod gjatë, edhe këta po e them, jom mundu një kod gjatë, kur dikush më ka ofendu si ai zotria, ose dikush o sill keq, jam mundu me ja spjegu, ose kur i ndi nana, ty ju thonë fëmijëve x e qeni, unë ju thom, jo, qeni nuk të hanë, qeni është i mirë, po tash e kom gjetë një strategji tjetër, nëse më flasin keq, ose sillen keq, nuk më njohin, unë ja u kthej anglisht. Edhe e kom pa ndryshimin, nëse ti ja u kthen anglisht, kishin e sa bojnë, sorry, do me thonë, me një herë ndrojnë atë qasjen. Po, unë e mendoj që na jena në rrugë të mirë, që shka qenë situata para 6 vjetë, sot është krejt ndryshe, ndështë ka shumë ma shumë qenë, po, vetë djesimi është ngritë. Mendoj une. Nuk është mas miri, edhe veç kisha dash një lutje të fundit, ju lutna, nëse nuk besoni që mundeni me u përkushtu, mos vendosni as me adaptu, jo se jo me ble, se qeni që blehet edhe rritet fillimisht në familje, aj nuk ka me dit me u sill në rrugë. Qenë të rrugës janë pak matë mësum din me u gjindë. Aj qenë që ti e blen, e mbani konë shpe, edhe të na vendos me lëshu në rrugë, aj qenë e vun, edhe ju herdo kur do keni me vujtje në asaj krijese. Kisha dasht një mesazh të fundit, po kjo po mendoj që e përmbledh gjithë qka. Kështu që Mirlinda, faleminderit shumë për këto momente kaq të këndshme dhe kaq të bukura me Lunën si pjesëmarrëse në podcast. Do më thonë as bukuroj, edhe Luna me prezencën e saj çdo minutë. Shumë faleminderit. Luna është shumë kurështore, siç peshini. Faleminderit edhe ty për ftesën, edhe thash të përgëzoj shumë për emisionin. Besoj që ti edhe ky emision jeni një shtyt shumë i madh që me ngrit këtë vedije, diçka që na po dojmë me arrit. Shumë faleminderit për Faleminderit edhe juve. Mirupafshim.